kosovës për jena shtet i lirë dhe demokratik, kena sistem pluralist, në gjë, është kam baru faza luftës. Kush do që ka pas guxim? Kush do që ka pas guxim? Janë faza tjera. Po pse po e merë rasin e Majlina Gëlmenit me bo paralela, si me dhime luftës. Po do me ullë vlerën e luftës. Qëllimi tjo me ullë vlerën e luftës. Ne Në shumë midis Rusisë me ditë flamun e Kosovës. Ne po themi që shumë, po them Krasim banal është ajo. dhe qëm. Krasim banal. Se zoti Beqiri është krasim banal. Sepse ke rastin e kryetarit Federatës Futbollit Kosovës që kanë marrë klamurin parasysh e kanë hekë në tavolinë në Beograd edhe s'ka pas një reagim. Neve po na kona me Ka posë reagim po se ke për tjellë. Ka posë reagim, m'fal, profesor Begjetin, ka posë reagim, pikrish nga onë ka posë reagim me një studio tjetër. Kur ku më thonë ka qene pa falshme, u dosh me largu pe asoj sole, njërë demonstrative, me momentin su kon flamuri Kosovës aty. Jo, pa së do me leju me a hi klamurin. A muj me këthy, nëse bon me këthy në Neç edhe Lull. Tema këtu është patriotizmi. Tash patriotizmi është i lloj-llojshëm. Kem fatin që jem vend i lirë edhe këtë liri është mirë me përplotsu me respekt ndaj shtetit ligjor fillimisht. Edhe me punë. Edhe me punë. Nuk vje kërkosh neve me najdasht vendin nëse nuk e dojmë na vetë. Harrëne. Nuk është patriotizëm, unë mendoj me braktisë Kosovën rreth 400.000 njerëz. Ata mund të kenë hallek, kanë arsye, kanë gjithçka. Po unë mendoj që kujt i duhet Kosova nëse s'ka njerëz? Në vërtet? Kujt i duhet? Cila sakrifica më e madhe? Na nuk bën të dorëzohemi përballë situatave që mund të jenë gjysmë traumatike, nga politika, nga konteksti social, zhvillimor ekonomik, nga aspekti tjetër i kujdesit social, shëndetësor, arsimor e tjera. Po, dhe du të shohim pak për te hundve, si thot populli. Kosova nuk është vendi i pajetueshëm bre. Seriozisht. Tani mund kemi arsye nga mëngjesin darkë edhe ta shohim Kosovën ndryshe. Po, sot patriotizmi i madh për Kosovën është mi zbraz ata rafta të marketave me produkte të Serbisë. Kaq, edhe është marrë. Arsimim cilësor, Tur po për njerëz mi ble produktet e Serbisë. Një shteti që me ato lek ndërton skema të sulme ndaj Kosovës. Edhe sot. Po është e papranueshme. Po ku janë ata tregtarë? Nëse me qeni kundërta, për mosh patriotizëm që kjo, me dash vendin ton nga mëngjesin darkë, siç tha Arsimi me denoncu çdo shkelje që është e kudush, e kem policinë e shtetit ton ma të mirën, edhe ushtrim për e bojmë absolutisht ma të mirën, po na jem të folë për një verzion të interpretimit të situatës. A ekziston edhe verzioni tjetër, po them ton kohën këto 2 orë për qenë kritik? Absolutisht po. Se cilin fush mujna me kritiku. Shqipja përmeni, shkurta përmeni një komunitet me rëndësi, persona marësit kuvizune ku shteti për një mënyrë tjetër ka praktisë. Mos bështetin nga institucionet. Po, du të ashojmë më gjatë. Unë mendoj që kjo që është një ka rezistu tona situatave, edhe duhet me provu me rezistu. Gjenerata re është nuk duran si gjenerata tjera mo. Këto do ta kemi parasysh. Gjenerata e re, shqetësimi em është që po rritet në një arsim kënete. Më vje kesh ta them, po për mu mbi breng ato është sistemi arsimor. Veç mos shkel autobusi. Edhe shëndetësia mos harrojmë. Parsim nuk i bre shëndetësi, parsim nuk i emancipim, parsim nuk i ekonomi, parsim nuk i kuni gjatë tjetër. Për mu arsimi është alfa dhe omega, shtylla kryesore shtetit që e derivon zhvillimin, progresin çdo fushë. Unë mendoj kështu, do të më respektu kontributi çdo njëri që ka vonë për këtë vend.